Okej, prof. Për sa i përket... Për këtë fenomenin, personat e din shumë mirë sa dënojnë, e din shumë mirë çfarë rrezikojnë dhe sërish vjojnë bën gjëra të them, problemi i madh i votimit në Shqipëri është raporti klientelar që kanë partitë politike me votuesit dhe mënyra se si partitë politike identifikojnë votën. Votuesin natyrisht që ka sjell deri në penalizimin e fotografimit fletës votimit. Dhe ne gjithmonë do të kemi këto probleme. Në qoftë se ky lloj raporti nuk shkëputet ose nuk i gjehet një lloj zgjidhje, po nuk e shoh këtë gjë sepse ne kemi pas regres në këtë lloj raporti. Ne kemi arritur që vota apo e pavarur Shqipëria apo ajo që jepet me të vërtet me një farë opinioni që bazohet mbi alternativat politike është reduktuar jashtëzakonisht shumë. Po ky është problemi vetëm që kemi raporti i fortë klientelar që ka mes votuesve dhe partive politike. Edhe ju më thatë më përpara, pse e kanë të nevojshme partitë politike që të jenë qendrat e votimit? Pse? Është presioni, numërimi. Jashtë qendrave të votimit ka shumë njerëz që janë në shtabet elektorale të partive të ndryshme politike, të cilët numërojnë njerëzit cilët shkojnë dhe votojnë. Ne sot nuk kemi në kuadrin klasik ku zgjedhjet manipulohen në kutitë e votimit. Procesi i votimit manipulohet jashtë. Thjesht momenti tipik kur se thosh evidentohet vota është pikërisht ajo parada apo numërimi i votuesve që vinë në qendrat e votimit. Me qenë të qendrat e votimit kam një foto që është publikuar nga Rama. Ja, një nuse e sapo martuar që voton. Kjo është gjë e mirë, gjë e bukur. Për atmosferë, për ndryshuar pak atmosferën, pra cila me njerë sapo ka kryer celebrimin ose përpara se shkojnë në drekën e dasmës, ka votuar. Një koment shkurtër, avokat? Ka? Ti kishim bërë fotot e dhëndrit.